Dua t'ju vënë në djeni se gjatë 2 javëve të kaluara ne kemi transmetuar pra vazhdimisht historinë e Valdet Elshanit. Javën e kaluar kemi qenë në një dilemë jashtëzakonisht të madhe, por për të gjithë ju, përpara se ne t'ju tregojmë se çfarë ka ndodhur javën e kaluar, do doja për të gjitha ata persona të cilët nuk e kanë ndjekur historinë e Valdet Elshanit dhe është hera e parë sonte që ndjekin emisionin tonë, pra të prezantonim edhe një herë historinë e Valdet Elshanit, dhimbjen që familjarët e tij për humbjen e kontaktit me të mbajnë për vite të tëra. Nga viti 1992 ai ka dalë pra nga Kosova dhe nuk është kthyer më. Kam pasur kontakte nëpërmjet letrave deri në 99-ën. Megjithatë, nëna dhe babai nga 92-shi nuk kanë më asnjë lajm për djalit të tyre dhe nuk ja kanë parë. Vajzat e tij janë rritur, nuk ja kanë parë fytyrën se sa kanë ndryshuar ato. Megjithatë, unë do doja të ndiqnim historinë e Valdet Elshanit dhe kthehemi më njëherë në studio. Oh, moj jet, oh, moj jet, di kushane, di kushesh, di kushane, di kushesh. Lufta e Kosovës hapi plagë të reja në derën e kësaj shtëpie, që zorë se mund të mbyllën ndonjëherë. Vdekja mizore mori me rrëmbim djalin tjetër, të vetmin përveç Valdetit, duke i lënë këtë prag thuajse të shkret. 2 pleq të vrarë në shpirt e në zemër, që vajtojnë kujtimin e djalit që nuk kthehet më, e të tjetrit, Valdetit, të humbur në përbot. Një nusë që rrit vajzat me mundin e sakrifica e gjithherë me syt nga dera për të pritur të shoqin. Kjo është familja Elshani, në fshatin në Gaz të Raovecit, që po i kalon stinët si pa undjerë, e prej vitesh po presin që edhe për ta të ketë një pranverë. U bë kohë që në derën në shtëpisë së familjes Elshani nuk ndihen hapat e Valdetit. U bë kohë që ai mungon në festat dhe gëzimet e shtëpisë. U bë kohë që kujtimet për të freskohen vetëm nëpërmjet fotove të albumit që shfetohet çdo ditë nga prindrit, gruaja e në veçanti nga vajzat e tij, Arbnora dhe Agnesa. Ca foto në vendlindje, e shumë të tjera në Zvicër, Gjermani, Çeki apo kush e di se ku, por prapë se prapë mbetën thjesht foto të ftohta. Ishin shumë të vogla kur babai i tyre iku në kurbet. Sot janë të rritura dhe ndoshta thellë në veten e tyre, duan të ndihen krenare për atë çfarë kanë arritur në jetë. Por këtë ndjesi as nuk mund ta shprehin, as nuk po e përjetojnë nga mungesa 12 vjeçare e babait të tyre. Kontakti i fundit me Valdetin ishte në qershorin e vitit 1999 nga Pilseni i Çekisë. Por a ka ndryshuar destinacioni i qëndrimit të tij pas 12 vjetësh? Shteti i fundit që përmendet për gjurmët e Valdetit është Anglia, ku vetëm pas një viti qëndrimi në Çeki, pas telefonatës së fundit me familjen, 43 vjeçari është transferuar drejt Londrës. Kur ka vrar makinën në Croydon, ai ka qenë në punuar në Kosovë, unë të shtoj interesonë faktikisht, se dërtysa Kosovë se ka 2 lavazho ai të mëra. Valdeti punon të lavazho? Punon të lavazho. Para një viti, në shtilë, se kam parë tani. Kjo pistë është përforcuar edhe më tepër nga telefonatat e tjera të emigrantëve në Angli, ku flitet sërish për një lavazho, ku Valdeti njihet si pronari i saj, por askush nuk e njeh me këtë emër. Flitet gjithnjë se ky person mban emrin Robert. Unë shkoj pasoj makinën atë nga Vars, një fërtari atë. është më thonë 98% është i ngjashëm me patën. E pyeta, thash po çfarë ku je këtë? A thanë gurbe, a më se përgjigjen thanë gurbetjen që nga 90-ta. Në Zvicër, në Gjermanisht i kom pakon qanë, kështë më abone, ta më shumë nuk e kom pyet. Robert, po marë
çfarë qyteti po flasim? Në zonën e 4, po zonën e 4 më zgabon, sa thirrët Elxhuel. Elxhuel. Kam shkuar me bli lavazh. Po. Dhe kur shkuar me bli lavazhin, domethënë kishte dëgjuar se shkolla në takua e kishte emrin Lisar, në Kosova. Lisari është pronar i lavazhës? O tjerë dhe shumë, domethënë pleshet lavazhës. E vonë mirë me tjanin biznes, domethënë pleshet lavazho. Pleshet lavazhës. Edhe pse diskutohet se Valdeti është vendosur drejt Anglisë, vizitat e tij në Çeki flitet se kanë qenë të vazhdueshme. Valdeti në fund të vinë tenkës, të vinë të mënd, e që në e në Çeki. A i ka pasur qeke, pas pasaport, që për Slovaki. Po, në pasaport e manë në Roberto. Informacione më të pakta ka pasur dhe nga Gjermania, Zvicra pa Austria, ku përmendet se Valdet Elshani ka lëvizur në këtë shtete për marrëdhënie pune dhe e fate kohe shumë të shkurtra. Këto lëvizje ai ka kryer me emrin Robert, ndërkohë për shumë pak njerëz ai njihet si Valdet Elshani. Të gjitha dëshmit duket se flasin për 43 vjeçarin nga Kosova, i lindur në fshatin Lagavs të Rahovecit. Ndërkohë, arsyet e hezitimit të tij për të rikthyer në familje mbeten ende të paqarta. Çfarë pengon në të vërtetë Valdet Elshanin të rikthehet në Kosovë? Për atë familje që po pret, për ato vajza që po rriten pa baba, asgjë s'do të ketë më kuptim të plotë, pa dëgjuar zërin e vet Valdetit. Pra të nderuar miq, kjo ishte historia e Valdet Elshanit, dëshmit që kanë ardhur në emisionin ton kur ne kemi prezantuar pra historinë e tij, ka shumë persona të cilët dëshmojnë se e kanë parë pra në Çeki, në qytetin ku ai nga ai dërgonte letra në Pilsen të Çekisë, por mëtej mendohet se mund të ketë kaluar drejt Anglisë. Kemi pasur informacione nga më të ndryshme dhe siç e keni ndjekur dhe javën e kaluar, kemi qenë në kontakt me një person me emrin Robert, i cili simbas shumë të dhënave, pra ishte me origjinë nga Rahoveci, kishte qenë në Çeki dhe pikërisht në qytetin Pilsen, në linjë telefonike me korespondentin tonë në Angli, zotin Esat Braçi, ata kishin folur dhe në një farë mënyre kishin menduar se ishte vërtet Valdet Elshani. Mëtej kishte kontaktuar nëpërmjet mesazheve në numrin e celularit të babait të Valdet Elshanit, ky person duke ju thënë pra se unë nuk jam Valdeti, jam person tjetër, shpeshherë thoshte jam nga Peja, disa herë nga Malizi, derisa javën e kaluar në emisionin ton, dikush ka telefonuar, unë vetë e kam ngritur telefonin dhe në anën tjetër ka qenë ky person i quajtur Robert. Unë kam folur gjatë me të dhe nga biseda e gjatë që ne kemi bërë, vërtetuam se ky person nuk ishte Valdet Elshani. Pra, ngjashmëria ishte jashtëzakonisht e madhe pasi ishte nga Kosova me origjinë, kishte qenë në Çeki, në qytetin Pilsen, mëtej jetonte në Angli, mbante identitetin Robert, një identitet që ndoshta e ka mbajtur dhe Valdeti, por nuk ishte Valdet Elshani që ne kërkojmë. Kjo na detyroi të kthehemi edhe një herë nga e para, të kthehemi pikërisht aty ku e lam në kërkimet tona për Valdetin. Duke prezantuar historinë dhe duke publikuar dhe njëherë foton e tij. Për të gjitha ata persona të cilët ndoshta din diçka për fatin e Valdet Elshanit dhe ndoshta duan të na tregojnë sonte, pra kjo është arsyeja pse ne ju rikthyem sërish historisë së Valdet Elshanit. Megjithatë, unë do doja pak t'ja jepnim mikrofonin edhe vajzës së Valdetit, Arbnorës. Arbnora, mirëmbrëma, mirë se ke ardhur. Ne biseduam pak sa edhe kur ju keni qenë e pranishme në studio, në kërkim të fatit të babait tuaj, por do doja edhe sot, pra nëse ai të ndjek, ai të ka lënë 2 vjeç apo jo? Kur është larguar, ti ke qenë vetëm 2 vjeç. Po, po kam qenë veç 2 vjeç, motra ka qenë 6 muajshe. Mund të afrosh pak mikrofonin, sepse nuk dëgjohesh? Kam qenë veç 2 vjeçe, motra 6 muajshe, nuk e njohim babain. Përmes emisionit tuaj kemi shumë shpresë që do të arrim deri tek ai. Shpresojmë se pari të jetë gjallë dhe mirë. Pastaj edhe shpresojmë që ai ketë dëshirë të na shohë neve. Ne kemi shumë dëshirë ta njohim atë. Kaq.
Nëse ai do të dëgjonte në anën tjetër, pra mbas gjithë këtij mesazhi që disa po solle këtu, por në qoftë se do ta imagjinonim se ai sonte të ndjek, le të supozojmë diçka të tillë. Kanë kaluar shumë vite. Çfarë do t'i thoshe babit tënd? Do t'i thosha që nëse na ndjek këto momente, edhe nëse tani vjen turp edhe të kthehet, ndoshta ndjehet pak keq, normal, ama çdo gjë me kalimin e kohës falet, harrohet, edhe dhimbjet tona ndoshta do të harrohen një ditë. Ajo që ngelet është bashkimi juaj. Po, nëse ai do të kthehet tani, shpresojmë që do ta kemi shumë më lehtë, të ardhmen që na shpresojmë që e ardhmja jonë do të jetë së bashku me atë. Na do të jemi shumë të lumtura nëse e njohim personin që na ka sjell në jetë, që edhe ai na kemi shumë qejf me ditë që edhe ai është mirë. Dëshiron edhe ai më nuk kthy neve, po ndoshta për shkak që personale tina nuk mundet veç arsyeën. Aq. Sinan, të shikoj të emocionuar sonte, syt, megjithse Arnora fliste ti, syt i ke të mbushura nga emocionet, nga malli apo jo, nga dhimbja që ti, pra, se ke parë djalin, është i vetmi djalë që të ka ngelur apo jo. Djalin tjetër e keni humbur në luftë. Dhe Arnora dhe Agnesa, dy vajzat e ti, janë të vetmet që i ruani me shumë dashuria, me bindur gjithë të vitet të tëra. Në qoftë se të ndiqte Valdeti, çfarë do t'i thoshit? Mund të afrosh mikrofonin. Na kemi dëshirë që ajtë na lemërohet, që janë shëndoshë mirë, dhe të komunikojmë me telefona, apo me letra, me mesazhe, kemi komunikime. Tha ma shpesha me to. Sinan, sa vjetë u bët që nuk e keni parë djalin? Ka 15 vite. 15 vjetë. 15 vjetë. Ndërkohë që ju, mbasi ai iku në Çeki, keni kontaktuar nëpërmjet letrave, apo jo? Nëpërmjet letrave dhe nëpërmjet telefonit. Telefonit. Deri me 99-ën jemi ndigju. Keni kontaktuar. Jemi kontaktuar. Por nuk jeni parë. Nuk kemi pa. Mbas luftës Kosovës e këtej ju... Jemi, asgjë s'kemi ndonjë për to. Valdeti, mbasi humbi vllajën e tij, e mori vesh lajmin e kopshëm, e mori vesh të keni kontakt? Po, e din, se një djali motës ime, ai është në Gjermani, edhe jenë kontaktuar, kanë folë mes veti, që ja ka tregu tanë historinë e time të Kosovës, që ka ndodhë, kush a djeg, kush ka vdekur, gjitha e ka treguar. Pra që nga 99-a e këtej ju nuk jeni dëgjuar? Ja, s'kemi dëgjuar. Ja, u bëra të gjitha këto pyetje? Po. Edhe një gjë, Aida s'di, më duket që kom treguar, gishtin tregues e ka të për me vërtetuar tamam, gishtin tregues e ka këputur shëtu. E ka pak të këputur. Të këputur. Të këputur e ka. Çfarë dore? Dorës, sa më në di, dorës djathtë. Dorës djathtë. A di që për me vërtu me më konë tamam, në të thoja, shka do në të tërkush, si ta shofin gishtin tregues, vërteto si saktë është ai. E sajta herë shëvini në emisionin tonë, sot e sajta javë, ju edhe javën e kaluar, kur rrugët ishin të mbushura me borë, ashtu. pra puthtuat, vetëm që t'i boni thirrje. Po, e ide. Unë ju keni ardhur së bashku edhe me Besën dhe me nipin tuaj, pastaj më mbroma mirë se keni ardhur. Unë dua t'ju them diçka sonte. Ani, faleminderit Ani. Unë dua t'ju them se pra, publikimi i një fotoje në një emision televiziv, kërkimi që ju bëni nëpërmjet emisionit tonë, jo vetëm juve, por të gjitha familjarë që ndodhen me ne në studio, mendoj se troket në çdo derë, në çdo shtëpi, në çdo zemër, sado e ngurosur dhe pra e ftohur që t'jetë, trokitja jonë, së bashkë nëpërmjet mesazheve që ju lini, ndoshta ndoshta ka diçka. Unë dua t'ju them se në ditën e nesërme, pra të mërkurën e kaluar, ditën e enjte,
në ritransmetimin e emisionit ton, kur ritransmetohesh e emisioni, pasi çdo të ente në rreth orës 10:30 ne ritransmetojmë këtë emision që ndiqni ju në këtë moment e live, në adresë të emisionit ton erdhi një email. Erdhi një email së bashku me një numër telefoni. Unë dhe vetë që ja u them tani jam shumë emocionuar, sepse nuk dua të nxitojmë dhe të flas para kohe, por unë dua të dëgjojmë edhe juve, të dëgjojmë, sepse mos nxitohemi siç unë nxituam me Robertin, por dua të dëgjojmë diçka. Ne kemi kontaktuar me një person. Ndjekim pra çfarë kemi folur me të, çfarë kemi thënë. Atëre e kemi insertin. Alo, Mirdita. Mirdita. Flas me Valdet Elshanin. Po. Në adresë të emisionit tonë erdhi një email. Një zotëri prezantohej si Valdet Elshani, me një numër telefoni. Kjo ishte biseda e parë që ne bëmë me të. Zëri ju thot diçka, nuk mund ta. Të dëgjojmë ç'na ka thënë. Le ta dëgjojmë. Atëherë dëgjojmë vazhdimin e bisedës. Jam Bernardi nga emisioni Njerëz të humbur. Valdet, besoj nuk të vjen keq nëse unë të bëja 2 pyetje të vogla thjesht për t'u bindur, sepse ka patur faktikisht shumë veta që kanë pretenduar se mund të jenë Valdeti dhe kështu që thjesht duam të sigurohemi. Unë e pash në video në internet, pash babën e nonën se si kum pash shumë kohë. Për që ato unë e mura telefonin e thira për një herë në studijen e juje, atë tjetër dhe këthejna dhe t'i shohë se unë si kum pa moti e tash e di që kum bë gabim, nashta e... A mund të të pyes i çfarë datëlindje je? Me 5 majtin 1969. Babai si e ka emrin? Sinan. Po nona? Hanum Shah. Po nusja jote në Kosovë si e ka emrin? Nusja me ka Hidajete. Po vajzat? Vajzat e madhe e kom lënë 2 vjet, Abnore e vogla Agnesa. A ke pas vëllezër e motra të tjerë? O, kom pas vllavin Makërmit 1999. Si e ka pas emrin vllai? Vllavi e ka pas Fisni. Ku ke jetuar për këto vite? Unë jetoj në Angli. Jeton në Londër apo në qytet tjetër? Jetoj në Londër, nëse ata unë e kuj kom pa që i ipshin ato informatat për studies Shqipnijës, që ishte ata i thoshin me Robertit, nuk jo me amën e Robert këtune, jo me amën e me mbjamën tam, Valdet Elshani. Unë e di që kom bo gabim, s'kom mujt një pa familjen e teme, e marri që ashto se jom dyqy si ko i hupur, pse, ku kom gabue, qka kom boa, e di se baba nëuna kajtë, presin për mua e ku i pash në televizor nuk mujta me prit për një herë mura telefonin e tjera në studijet Shqipnijës. A të ka marrë malli për familjen? Mësë nuk pas marrë malli s'kishtë atjet në telefon. Për këtë ka marrë malli më shumë? Për këtë. Mirë, Valdet, kalofsh mirë atër, do të dëgjohemi prapë. Faleminderit. Mirë pafshim. Pra, shumë faleminderit për juve. Si mas dhanëve të tina, mund të afrosh mikrofonin. si mas dhanëve të tina, ai tonë në përmendi me emër, me bjemër, me nanë, me vajze, me shoqen e ti, ashtu po. Por ne prap, po. Ka shumë vite, dyqyshi ka 18 vite. Nuk janë të pak këto vite. Dyqyshi po më do këtë një apet nuk po... Pi dëshëris apo pi mallit nuk po muj me cek amon që po ka po fol që pi njëve ato raste vlau të motrës, të vajzëve atër pak si po ma. Me gjitha të, ne kemi vazhduar më tej për të siguruar akoma më shumë. Me gjitha të që a i nga thanë telefon, sepse dhe ne të gjithë jemi emocionuar kur kemi dëgjuar zërin e ti dhe që ka pohuar po unë jam Valdeti, i kemi kërkuar një foto. Ju, nga 92 se keni parë, nuk e dini si është. A doni ta shikoni pra? Kemi shef, kemi shef, kemi. Edhe ju, pa tjetër. Atere, në këto momente më thonë, falenderit, unë falenderoj të gjitha ta që na kanë ndihmuar, sepse ky person
kishte shumë vite pa u lidhur me familjen, ka pasur shumë halle, me gjithë ato që i kanë ndodhur, por le të mos nxitohemi, mos të mbajmë prindrit në ankth, sepse unë jam e bindur me zor presin të shikojnë foton e tij. Atyre, do doja regjia të tregojmë foton e Valdetit. Si është Valdeti sot? Atyre, kemi? Nuk është, kemi një problem teknik sonte nëpërmjet regjisë, megjithatë, atë më thoni kur e kemi gati, sepse është një moment shumë emocional. Është një moment shumë emocional. E kemi në këto momente. Ne kemi pasur kontakt të vazhdueshëm me të dhe i kemi kërkuar foto, derisa ne ju kërkojmë ndjes, por është emisioni drejt për së drejtë dhe janë disa gjëra që nuk varen as nga mua, as nga stafi im, por varen nga një staf teknik. Megjithatë, kemi kontaktuar me të dhe menduam që do të na i plotësonte akoma më shumë faktin se ai ishte Valdeti, duke parë foton e tij dhe duke bërë një krahasim. Dhe ai ka qenë i gatshëm menjëherë të dërgojë foton. Përveç kësaj, e kemi dërguar foton, e kemi krahasuar dhe të gjitha pra na kanë sjellë një përfundim, madje ka pas një ngjashmëri jashtëzakonisht të madhe dhe me ju, zoti Sinan. U bën kaq vite. Atëre, ky është Valdeti sot. Është Valdeti. Po si mas fizionomisë time, po më duket që po. Po, përveç kësaj ne kemi bërë dhe një krahasim me foton që ju na keni dhënë të Valdetit, por edhe me atë që ai na ka dërguar. Do doja t'i jepnim të dyja këto dhe përveç kësaj, a doni të flisë me Valdetin tani? Atëre, linja nëmër 1 regjia, Valdet? Alo. Më dëgjon, mirë mbrëma nga Shqipëria, Valdet. Mirë mama edhe ju ashtu. A do t'i flasësh babait? Po që se ka mundësi. Po, pa tjetër, Sinan foli. Afro mikrofon. Valdet? Sinan. Bos. Unë vjen shumë keq. Ju kom lënë disa kohë si kom pas, i pash një ditë që përpara para 2 javë, e pash që e qitën aty në televizore, tani e pash ty e nënën e pash qikët. Do t'i flasësh arbënore, se ke lënë 2 vjeç, Valdet. Foli arbënorës. E di që kom bo gabim të madh kom bo. Që veç një trok, ti përgjigje pak. Valdet, shife me babën, gjitha ato gabime përmison edhe çdo njeri që i gjallë është, ka bo gabime. Gabimet përmison, nuk ka asnjë sen vretje. Jeta vazhdon ku e ki ma mirë, veç të kemi një komunikim, një lidhje, përqafom një herë, ti do të shkojsh, do të punojsh, ku ta ki ma mirë me babën. Qofse në ki pak ndjenjën, dashnjeve, ki dëshirë, se jemi plakur, jemi raskapitur me halle, me lufte, me tonë ato si i dishti vetë, kemi qef më komunikue, më ndigju me zvetin në përmes telefonave, në përmes gjitha lojve këtune, kemi qef më në lidhë me folë një dita se kur të mërmene me babën. Sanan. Kur në babë? Merë telefonin e kje se unë e pash, ata kërkoshin... Pa tjetër, Valdet. Unë e dje se ata unë kërkoshin si kër Robert, unë në kam Robert në Angli, unë jetoj në Londë, jetoj... Valdet, më dëgjo, mos bëj asgjë publike, do të flisnim bas emisionit, për se ku jeton ti... E di të kuptoj shumë mirë, por foli pak arbënorës, se të është rritur dhe është bërë zonjush shumë e bukur, ke vite, ke lënë 2 vjeç. Arbënora, foli babit. Përshëndetje. Mirë mama. Po. Arbënora, që shje?
Mirë, faleminderit bab. Se ki den sa ka mëndru për këtë ditë. Unë vjen shumë keq, e di që kom bo gabim të madh. Këto gjëra do t'i flasim më pas. Nëse telefonin e kimi pjatime, mune me marë telefonin, tani kontaktojnë në përmes telefonit. Ke të rauta e zemër si i kam unë? Ha? Ke të rauta e zemër si i kam unë? A 3 zemra si që po i re tani Ardnorës? Po që së mëroj zemra? Shpresoj që së shpeti do shihemi. Inshallah. Edhe do të ndjej më afër për qafimin tënd. Faleminderit. Valdet. Ha, çfarë? Shyre në ka ardhë Elbasani me gjatë Dibranën të Marbavë. Apo mush me folë pak me Elbasani dhe me Dibranën pak Marbavë. Nuk mujë përsa në... Pak, du të me bo pak gajre se jenë më nu, për në binë për shdo javë tunën e... Dhe veta i ka emocione, por Elbasan, mund të sa vjetë që ke qënë? Valdet, kam të gjithë emocione në këto momente. Edhe ne bashkë me ju, me gjitha të unë shpresoj që këtë natë ju të hapni një faqe të rejnë në gjithë historinë e familjes tuaj, duke u bashkuar dhe duke shpresuar të mos ndani më kur. Babai juaj ka udhëtuar, dua të them se ka shumë javë që vjen në emisionin ton, ka udhëtuar madje javën e kaluar kur gjithë Shqipëria veriore ka qenë e mbuluar me dëbor. Ne jemi çuditur kur ai ka ardhur së bashku me Elbasanin në studio, vetëm e vetëm për të marrë lajme nga ty. Dhe sot jam e bindur që është dita më e lumtur për të, për nënën tënde që është duke na ndjekur nga ekrani, për vajzën tjetër, për Agnesën dhe për gjithë familjen. Unë të përshëndes dhe të uroj gjithë të mirat në jetë dhe mos u ndafshi më kur. Natën e mirë nga Tirana. Natën e mirë. Natën e mirë, Valdet. Kalofshit mirë. Faleminderit. Lajmi mirë. Faleminderit edhe juve që besua tek ne. Rëndësi ka që finalja ishte u mundua, mu ngatrua me një person tjetër, menduam se ishim shumë afërti, por ja, fundi është i lumtur. Faleminderit shumë. Unë edhe gjithë stafit tim, por dhe gjithë ata që kanë ndihmuar. Edhe të gjithë ata që kanë ndihmuar dhe i kanë lajmëruar Valdetin, ai ka parë në YouTube emisionin ton dhe menjëherë ka parë transmetimin dhe menjëherë ka dërguar këtë email, i cili ne kur e kemi lexuar të gjithë jemi shtangur. Pastaj kemi menduar se mos ndoshta ngatrohemi, është ai, s'është ai, derisa erdhi nata e sotme që ju të flisni me të. Mund të marrësh mikrofonin sepse nuk dëgjohesh. Kofshit ju të respektun gjithë stafi juaj. Faleminderit. Dhe ky publik këtu që ka ardhur me na ndihmue. Ata kofshin të respektun se këta kanë dëshirë për këto rastet që janë të rënda. Shpresojmë që të kenë të njëjtin fat edhe të gjithë familjarë që kanë ardhur. Edhe këta tjerë në masmed, inshallah ja arritin qëllimit, sukur unë që ja arrita jam përstepër i kënaqur, po këta janë të kënaqur, ta gjojnë fatin, djalin, vajzët, sukur unë që e gjeta të me tash, ju falenderoj gjithë. Edhe unë ju falenderoj dhe ju përshëndes dhe ju falenderoj që besuat në emisionin tonë. Të nderuar miq, kjo ishte historia Valdet Elshanit, përfundon sonte këtu. Ai largohet nga familja e të humburve, nuk është më i humbur, por është i gjetur, shëndoshë mirë dhe së shpejti do takohet me familjen e tij dhe ne vazhdojmë me raste të tjera, por më përpara